muslimani, nëse don të analizoj vetveten e tij, se a është në rregull apo jo, a është, domethënë, a është në shinë, a është futur në rrugë devotshmërisë apo jo, analiza më e mirë nuk ka se si të bëhet tjetër, vetëm se nëpërmjet librit të Zotit, sepse libri i Zotit është ai i cili na ka shfaqur, na ka treguar dhe na ka urdhëruar, domethënë, që ne të ruajmë identitetin ton. Me çfarë do ta ruajmë identitetin ton? Me pretendime? Do ta ruajmë identitetin ton me, me vlera artistike, me ilustrime artistike? Jo, nëpërmjet Kuranit. Dhe sikur agjërimi që tham pak më parë nuk është thjesht individuale dhe diçka e brendshme, duhet të jetë dhe shoqërore. Ashtu sikur lufta e betejë e Bedrit ishte domethënë diçka e hapur, diçka e dukshme, edhe plot domethënë aktivitete dhe veprimtari të tjera nga misioni profetik ishin të hapura, të shfaqura, të dukshme, ashtu dhe Kurani kemi një problem me të, prandaj them është delikate, sepse e kemi kthyer Kuranin sot më tepër në një sfond apo një vlerë artistike dhe nuk po analizojmë me Kuranin. Pa ta thënë diku që ne e kënojmë apo e lexojmë se ka një kështu, sikur këndimi me leximin, ju them dikujt.